Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Sot do t'ju flasim pak për hithrat dhe vlerat e tyre shëndetësore. Gjithashtu do t'ju tregojmë 3 receta të ndryshme, mënyrën se si t'i përgatisni dhe t'i ruani për një kohë më të gjatë. Të pasura me vitamina dhe minerale, hithrat janë një ushqim natyral shumë i shëndetshëm. Përveç përdorimit në përgatimet dhe receta të ndryshme, hithra përdoret shumë edhe në mjekësinë popullore. Për hithra sa më të mira, siguroni që t'i mblidhni ato në përvende dhe hapësira të pastra, dhe jo anë rrugëve. Unë preferoj që pasi t'i kem mbledhur, t'i lë të hapura në kopësht të paktën për 10-15 minuta, me qëllim që nëse ka ndonjë insekt të largohet para se t'i lajmë. Për t'i larë, do të përdorim ujë të bollshëm, do t'i lajmë derisa uji të mbetet i pastër dhe do t'i lëmë që të kullojnë. Pasi të kenë kulluar, hithrat do t'i vendosim me kujdes në një tharëse sallate. Gjatë tharjes do t'ju heqim ujin e tepërt, sepse në fakt për recetat që ne do përgatisim sot, uji i tepërt nuk na duhet. Uji i tyre është një fertilizer shumë i mirë dhe mund ta përdorni për të vaditur lulet. Pasi kemi kryer këtë proces pune, mirë është që hithrat t'i lëmë të hapura për 1 ose 2 orë para se fillojmë me përgatitjen e recetës së parë. Receta e parë është tinktur me hithra. Hithrat do t'i vendosim të ngjeshura në një vazo qelqi, siç e shikoni dhe në video. Sa më shumë hithra brenda në vazo, aq më shumë vlera ka dhe tinktura, dhe më pas do shtojmë alkool ushqimor ose raki të bërë vet. Sa më e fortë dhe e pastër të jetë rakia, aq më e mirë del edhe tinktura. Vazon do ta mbyllim dhe do ta lëmë në një vend të errët për 40 ditë. Pas 40 ditëve jemi gati për të kulluar lëngun e tinkturës. Hithrat do t'i nxjerrim me kujdes, do t'i vendosim në një kullojse të tillë dhe gjatë këtij procesi do t'i shtrydhim sa më shumë që të mundemi, sepse lëngu i përftuar nga hithrat dhe alkooli është ilaç i vërtet me të gjitha vlerat e hithrave brenda. Po përse mund ta përdorim dhe si mund ta përdorim? Nëse ju intereson kjo recetë, ju lutem lexoni gjithmonë informacionin e shkruar poshtë tek description. Aty do mësoni se si ta përdorni gjithashtu dhe përfitimet kryesore për shëndetin. Tinkturën do ta kullojmë edhe një herë të fundit për merak dhe do ta ruajmë në shishe qelqi në frigorifer për ta përdorur kur na nevojitet. Si përdoret? Përdoret me pika, gjithmonë hidhet në shishe të vogël, sepse në këtë mënyrë e kemi akoma edhe më praktike. Përdorimi 2-3 pika të holluara në ujë ose direkt poshtë gjuhës për një efekt më të shpejtë. Tinkturën e përgatitur është mirë që ta ruajmë në frigorifer dhe ta përdorim brenda vitit. Në videon e radhës do t'ju tregoj se si t'i ruajmë hithrat për një kohë më të gjatë. Unë preferoj që hithrat t'i thaj. Pasi i kam larë dhe i kam tharë në tharësen e sallatës, siç e pat edhe në fillim të videos, i hap në një ambient të ngrohtë dhe pa dritë në shtëpi për t'i tharë. Në këtë mënyrë ju ruaj ngjyrën, njëkohësisht edhe vlerat e tyre. Pasi janë tharë plotësisht, hithrat do t'i shkërmoqim. Mund t'i shkërmoqni me dorë ose t'i fusni në një blender, por të përgatitura me dorë i ruajnë vlerat e tyre akoma edhe më mirë. Natyrshëm, shumë prej jush mund t'i linë pyetja, po ku mund ta përdorim mielin e hithrave? Nëse hithrat ju interesojnë për arsye shëndetësore, mund ta përdorni ku të doni. Për çaj, në për smoothie ose supa të ndryshme. E rëndësishme është që i ruajtur në këtë formë përdoret në çdo kohë dhe stin të vitit dhe sa herë që ju duhet. Pas përgatitjes, i ruajmë gjithmonë në vazo qelqi dhe ambiente të errta. Për përfitim të plot të vlerave të këtij mielli të përgatitur, koha e përdorimit është mirë që të bëhet gjithmonë brenda vitit. Çaji i përgatitur nga hithrat është ai që ka më shumë vlera shëndetësore. Një lugë çaji e hedhim në një filxhan, do t'i shtojmë ujë të nxehtë dhe e lëmë të pushojë për 5 deri në 7 minuta para se ta pim. Lëngu i përftuar, që është plot me minerale, ndihmon shumë për anemin, tensionin, rregullimin e sheqerit në gjak, si dhe infeksione të ndryshme në rrugët urinare. Çajin e përgatitur mund ta pini shqeto ose t'i shtoni pak mjalt për t'i rregulluar shijen. Në recetën e radhës do t'ju tregojmë një mënyrë tjetër përgatitje. E gjithë fuqia e natyrës e mbledhur në një vazo. Sot do t'ju tregoj se si të përgatisim një pije natyrale, hithra me qumësht. Shumë e thjeshtë për t'u përgatitur
dhe shumë e fuqishme për të pastruar trupin edhe shpirtin. Si e përgatisim? Një lugë gjelle me shumë pak ujë do ta ziejmë për 2-3 minuta. Pas 2-3 minutave do shtojmë një gotë qumësht, qumështin tuaj më të preferuar. Unë e kam përgatitur me qumësht dhije. Do ta ziejmë për 2-3 minuta të tjera dhe më pas do ta lëmë që të pushoj 3-4 minuta para se ta pim. Është shumë e pasur me vitamina dhe minerale, ndihmon në ditoksin e trupit dhe pastrimin e gjakut. Gjithashtu, forcon flokun dhe mbështet sistemin tuaj imunitar. Është një eliksir natyral që pastron trupin nga brenda. Pija me qumësht e hithra e gjithë fuqia e natyrës në një gotë për ju dhe shëndetin tuaj. Ju përshëndes dhe uroj gjithë të mirat.